Të nderuar kolegë, zoti kryetar, faleminderit. Besoj kolegët deputet të opozitës e sqaruan qëndrimin njëkohësisht dhe argumentat, po më lejoni që t'jap dy elementë të cilët nuk u përmendën këtu. Çfarë thot progres raporti? Progres raporti thot që përzgjedhja, procesi i përzgjedhjes dhe emërimit në disa institucionet pavarura mbetet i cënuar nga mungesa e transparencës dhe ka ndikim politik. Komisioni thekson se procedura duhet jetë e hapur, duhet jetë e bazuar në merit, duhet të ndjek kriteret të qarta dhe të paracaktuara, duhet të ketë konkurrencë të vërtet në rekrutime, publikim të plot vlerësimit kandidatëve, po njëkohësisht profesionalizëm në përzgjedhje. Nga ana tjetër, kërkon procedura dhe transparente dhe të depolitizuara për të siguruar integritet dhe pavarësi institucionale. Thënë kjo, çfarë ka ndodhur me procedurën për zgjedhjen e avokatit të popullit deri më sot? Mbas hapjes së thirrjes, Komisioni i Ligjeve dëgjoi të gjithë kandidatët të cilët kishin shprehur interesin për pozicionin e avokatit të popullit. Disa prej tyre në mënyrë individuale kishin marrë dhe kishin mbledhur firma të cilët nuk përfaqësojnë vullnetin e grupit politik, vullnetin politik të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mbas këtyre dëgjesave, zoti Ulsi Maja në cilësinë e kryetarit të Komisionit të Ligjeve merr një vendim duke i dërguar një shkresë njëkohësisht dhe grupeve parlamentare dhe i thot, në vijim të njoftimit publik të datës 17 nëntor, Komisioni i Çështjeve Ligjore vendosi një deputet duhet të mbështesë vetëm një kandidaturë për pozicionin e avokatit të popullit dhe këtë vendim njëkohësisht e publikoi dhe në faqen e internetit të Kuvendit, duke sqaruar dhe këtu citoj përsëri vendimin në 2 paragrafët e fundit të saj, që për sa më sipër vijon, i dërgon grupeve parlamentare dhe njëkohësisht gjithë deputetëve jashtë grupeve për vlerësim nga ana e tyre dhe kërkesë për mbështetjen e deputetëve. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike nuk ktheu asnjë përgjigje për mbështetje mbas kërkesës tuaj të kandidatëve për avokatin e popullit, por ju nisi një shkresë dhe ju kërkoi që të bëjmë një procedurë të bazuar mbi disa kritere të mirë pranuara dhe të zgjedhim një avokat populli i cili do të sigurojë që ka kontroll dhe balancë në institucion. Le t'i kujtoj gjithë kolegëve deputet që avokati i popullit ka disa funksione të rëndësishme. Ka funksionin për të mbrojtur të drejtat e njeriut dhe për të prodhuar raporte për shkeljen e drejtave të njeriut, por ka edhe funksionin për përzgjedhjen e antarëve në institucionet e reja të drejtësisë. Institucionet të cilët përfaqësimi i avokatit të popullit për antarët KLP-KLG është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Unë i dëgjova me shumë interes gjithë kolegët që thonë merreni edhe këtë. Sigurisht që mund ta merrni edhe këtë kandidaturën e avokatit të popullit, por deri më sot unë nuk besoj që ndodh në një vend tjetër demokratik që të ketë kandidaturë të majorancës për kryetar të SPAK-ut, kandidaturë të majorancës për gjykatë kushtetuese, kandidaturë të majorancës për avokat populli, kandidaturë të majorancës për Bankën e Shqipërisë. Po a ka kontroll dhe balancë pushtetesh? A ka mënyrë se si mundet këto institucione të vazhdojnë dhe të sigurojnë pavarësinë e tyre nga njëra anë dhe nga ana tjetër të kemi raporte të cilat ofrojnë një farë profesionalizmi. Për këtë arsye, bazuar njëkohësisht edhe në procedurën kushtetuese për përzgjedhjen e avokatit popullit dhe këtu i referohem edhe nenit 111, ku ka një procedurë shumë të qartë që grupi parlamentar e ka shprehur dhe e ka ndjekur sipas frymës, po edhe gërmës së ligjit, unë besoj që sot ndodhemi në kushtet që kjo seancë nuk ka çfarë të votoj. Nuk ka asnjë propozim zyrtar nga ana e opozitës për kandidatura për avokatin e popullit, mbas shkresës zyrtare që kryetari i Komisionit të Ligjeve i ka dërguar grupeve parlamentare. Njëkohësisht, projekt vendimi që kryetari i Kuvendit i referohet në bazë të nenit 72 nuk ekziston sepse nuk ka prodhuar asnjë projekt vendim firmat e deputetëve të Partisë Demokratike, të cilët duhet kishin sjellë në këtë seancë. Po çfarë thot kjo? Kjo do të thotë që ne nuk po i bllokojmë këtë proces. Ne po kërkojmë një proces të bazuar mbi kritere, por që të përdorni edhe procesin e avokatit popullit për të zgjedhur një avokat populli po nga majoranca, atëherë mua më vjen keq të them, po kjo vetëm konsensuale nuk është. Unë jam autorizuar t'ju them fakt edhe nga Komisioni Evropian, edhe mbas komunikimeve që ne kemi pasur zyrtarisht si përfaqësues të opozitës me komisionin dhe me delegacionin,
që nuk është e rëndësishme zgjedhja avokatit popullit deri me datën 18. Është e rëndësishme për caktimi i një procedure. Ka më shumë rëndësi procesi dhe fakti që kandidati të jetë konsensual, sesa fakti që të mbyllet brenda datës 18 dhjetor. Për zgjedhja avokatit popullit nuk mund të jetë një procedurë e cila nesër mund goditet në gjykatë kushtetuese. Ju nuk mund të votoni sot një projekt vendim që nuk mbështetet nga vullneti i firmave të antarëve të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Ne jemi gati që të dorëzojmë zyrtarisht në përgjigje të shkresës së zotit Ulsi Maja, që deri më sot nuk ka përgjigje, kandidaturat që opozita mbështet, të bëjmë një proces transparent, të bëjmë një proces gjithëpërfshirës dhe t'i japim Shqipërisë një avokat populli i cili ka një proces ku përfshihen të gjithë palët politike, jo si pazar. Pazaret bëhen jashtë kësaj salle. Në këtë sallë këtu ka proces i cili mbështetet nga të gjitha palët. As edhe si llogari se çfarë i duhet nesër majorancës për të zgjedhur antarët e KLP-s e KLG-s, apo çfarë i duhet nesër majorancës për të prodhuar raporte për situatën në burgjen para burgime e për minimumin jetik. Por një kandidat për avokatin e popullit i cili gëzon vullnetin e votës të majorancës, po ajo që është më e rëndësishmja të opozitës, për të siguruar që ky kandidat nesër do të jetë atje për të mbrojtur interesin e shqiptarëve dhe jo të politikës. Për këtë arsye, zyrtarisht, edhe në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kërkojmë që procesi të futet në binar të ligjshmërisë, që procesi kushtetues i përzgjedhjes avokatit të popullit të bazohet mbi ligj, por jo të votoni sot një vendim që nuk ekziston, që është nul, të votoni sot një vendim i cili nuk është dorëzuar zyrtarisht nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Ne këtu mund bien dakord, mund mos bien dakord për shumë gjëra. Mund mos bien dakord edhe për një ligj caktuar për taksat, mund mos bien dakord për buxhetin, për ligjin e koncesioneve, por ne duhet bien dakord këtu për të respektuar rregulloren, për të respektuar kushtetutën dhe për të bërë një proces i cili i bën nder këtij parlamenti. Unë e di që shpesh pres shumë edhe nga kolegët e majorancës, por në këtë rast ne duhet dalim mbi interesin ton politik. Duhet ju marr dy raste të tjera të ngjashme. Për procedurën e zgjedhjes të drejtuesit kryetarit të Komisionit të Shërbimit Civil. I nisët një shkresë zyrtarisht grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Zyrtarisht grupi parlamentar i Partisë Demokratike me kokën dhe në emër të grupit parlamentar, ju mbështeti me firma një kandidat i cili u zgjodh. Ky është procesi zyrtar. Të gjitha firmat që mblidhen jashtë vullnetit të grupit parlamentar, përpara se procesi i përzgjedhjes ketë filluar, nuk kanë absolutisht asnjë vlerë. Për më tepër, mbas vendimit Komisionit Ligjeve, ku zoti Manja vete pranoi që të gjitha kandidaturat kanë rënë, në qoftë se një kandidaturë mbështetet, në qoftë se disa kandidatura mbështeten po me të njëjta firma deputetësh, pra secili deputet mund mbështesë vetëm një kandidaturë, atëherë juridikisht të gjitha kandidaturat kanë rënë. Besoj që sot jemi në kushtet e nisjes së një procedure ku mund t'i japim dhe njëherë Shqipërisë një kandidaturë të denjë për avokatin e popullit. Për sa i përket firmave dhe shprehjes së vullnetit. Neni 72 është shumë i qartë dhe kolegët e shprehën shumë qartë, po unë referohem edhe precedencës. Në sesionin e kaluar pati mbështetje me firma të disa antarëve për avokatin e popullit. Kur nisi ky sesion, të gjitha firmat nuk u gjykuan që ishin akoma të vlefshme, sepse u gjykua që vullneti nuk ekziston më, vullneti atyre personave për të mbështetur kandidatët nuk ekziston më. I njëjti precedent është ndjekur dhe në gjykatën kushtetuese. Disa prej kolegëve të cilët mund të jenë larguar, mund të jenë tërhequr, firma e tyre nuk vlen më, sepse firma është vullnet i cili shprehet në një moment të caktuar. Binarët e ligjshmërisë dhe kushtetutës për të zbatuar nga ky kuvend do të ishin vetëm në rastin kur Partia Demokratike t'ju kishte nisur një shkresë zyrtare me kandidatët e saj. Kështu që edhe një herë përsëris le të zgjedhim një avokat populli bazuar mbi ligjin, mbi rregulloren, mos krijoni një ngërç tjetër kushtetues me zgjedhjen e një drejtuesi të një organi kaq të rëndësishëm dhe le t'i japim qytetarëve shqiptar një avokat populli që ka mbështetje të gjerë. Jo një avokat populli të majorancës, jo të socialistëve, jo të pushtetit, por një avokat populli për qytetarët. Faleminderit. Faleminderit. Kush do fjalën për mendimin kundër?